Merret vendimi pasagjerët e transportit publik do të marrin paratë mbrapsht nëse shërbimi nuk është i mirë. Kompania e transportit publik Atak në Rom është zotuar të rimpulsoj pasagjerët në rastet kur shërbimi nuk përmbush standardet e cilësisë. Njoftoi të hënën autoriteti italian i konkurrencës duke mbyllur kështu një hetim të nisur në shkurt ndaj kompanisë. Hetimi kishte për qëllim të verifikonte praktika të mundshme të padrejta tregtare dhe mos respektimin e objektivave të cilësisë gjatë viteve 2021-2023. Gjatë kësaj periudhe Atak nuk arriti të përmbushte disa nga indikatorët kryesor si respektimi i orareve, funksionimi i shkallëve lëvizëse dhe ashensorëve si dhe prania e rojave të sigurisë në stacionet e metros. Sipas vendimit të rregullatorit, kompania ka pranuar të ofrojë 3 milion euro rimpulsime për mbajtësit e abonimeve vjetore të transportit publik. Drejtori i përgjithshëm i Atak, Paolo Aielli e përshëndeti vendimin si një nxitje për të përshpejtuar reformat e kompanisë. Mbajtësit e abonimeve vjetore për 2024 do të përfitojnë 5 euro rimpulsim, ndërsa një shumë e njëjtë do të akordohet për çdo vit nëpërmjet 2021 deri 2020 dhe 2023 për përdoruesit që kanë patur abone vjetore. Abonet vjetore në Rom kushtojnë rreth 250 euro pa llogaritur zbritjet. Për më tepër Atak do të lançojë një aplikacion të ri celular që do të mundësojë rimpulsime të pjesshme në raste vonesash mbi 15 minuta në autobuzat, tramvaj ose shërbimet e metros. Transporti publik në kryeqytetin italian ka një reputacion të gjatë për jo efikasitetet, por Atak argumenton se situata ka nisur të përmirësohet fal fondeve të BE-s pas pandemisë dhe financimeve shtesë të shtetit për përgatitjet e vitit të shenjtë katolik të këtij viti. Përmirësimet përfshin vënien në qarkullim të autobusëve të rinj dhe prezantimin e tramvajeve të reja si pjesë e angazhimeve. Kompania ka premtuar gjithashtu rritje të stafit në stacionet e metros dhe trajnimin e personelit me një investim vjetor prej 2.6 milion eurosh.